Nëse do të bëjmë maceratin e lules së vajit të Basanit me vajin e ullirit, historikisht, tradicionalisht në vendin tonë është përdorur kështu. Janë marrë afërsisht lule të Basanit, pra majat e luleve, janë pastruar mirë dhe hidhen ose vendosen në kavanozat qelçi që të jenë transparent, që do të thotë të na depërtoj lehtësisht rrezja e diellit në të. Pas kësaj, do të vëmë re se ato rrezet e diellit do fillojnë të kthehen në diçka materiale, pra nga diçka pa mas, pa pesh, nga fotone drite, ato do të na kthehen në materie, që do të jetë gjithçka e përgatitur fal luleve të Basanit, vajit të ullirit që të jetë ekstra vergjine dhe depërtimit të rrezeve të diellit në të, duke goditur këto mikroelement dhe duke i kaluar në vaj. Pra, vendosim afërsisht 200-250 gram maja të njoma të lules së Basanit në një kavanoz që të na nxëj 1 litër vaj. Pra, kavanozi afërsisht do të mbulohet deri në mbi 2/3 me lule dhe mandej do të vendosim vajin e ullirit. Atëre, e përmenda që një vaj ulliri ekstra vergjine, ku acidet oleike të lira e theksojmë, janë jo më shumë se 0.8%, atëre, ky është një vaj i mrekullueshëm për përgatitjen e këtij vaji aq të dobishëm për organizmin. Pra, mbasi mbulohen mirë me vaj, atëre kavanozi lihet kështu për afërsisht 35-40 ditë dhe gjithmonë e theksuam nën efektin e rrezeve të diellit. Mbasi do të kullohet, vaji i lules së Basanit përdoret afërsisht 2 herë nga një lugë çaji në ditë, mirë është para buke. Por të mos harrojmë që nëse ne nuk kemi një pres të mirë për ta presuar në fund, për ta shtrydhur, atëherë bima e lules së Basanit, një pjesë të mikroelementëve do t'i marrim me veten kur ne ato t'i flakim. Ndërsa për ta marrë 100% të gjitha vlerat që ndodhen në lule dhe në gjethe dhe për të bërë një trajtim më inteligjent, mundet që të veprojmë në këtë mënyrë. Marrim për shembull lulet e Basanit, pra i coptojmë, kuptohet i kemi lar, i kemi pastruar, është thar ajo lagështira e tyre, hiqen këto gjethet e zverdura për shembull, dhe ja. Pra, si që shikojmë, këto janë bimë të cilat kanë shumë më pak mikroelement dhe ne na duhet që të rrisim përqëndrimin e atyre mikroelementve, të atyre flavonoideve që ndodhen tek lulet. Pra, kur e shikojmë këtë lule kështu në tokë, duket sikur me të vërtet diellin e kemi mbi tavolinë. Atëre, çfarë do të bëjmë? Lulet e grira i vendosim në një kavanoz. Afërsisht mund të hedhim përsëri 200 gram maja të lulëzuara të lules së Basanit. Hidhen afërsisht deri në mbi 2/3, pa i vrarë shumë ato, dhe këto mbulohen me një alkool afërsisht 65-70%. Çfarë do të na ndodhë? Çfarë do të vëmë re? Ja. Ekstraktimi i këtyre luleve, afërsisht për 12 deri në 15 ditë, do të na japi me të vërtet një ilaç që mund të përdoret me shumë efikasitet për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Atëre, ky alkool me rreth 65% nuk diskutohet që ka zbërthyer të gjitha, duke filluar që nga flavonoidet, që nga polifenolet, që nga acidet organike, deri tek vitaminat, deri tek mikroelementet dhe gjithçka e kemi të pashkatëruar. Por nëse duam që njeriu mos të pijë alkool
por të marrim vlerat e kësaj bime, atëherë nga ky ekstrakt neve do të marrim afërsisht 35% të volumit, se pjesa tjetër është alkool që do të largohet, dhe ajo 35% që ne na mbetet këtu janë të gjitha ato mikroelement, gjitha i lum antioksidantësh që unë e përmenda edhe më parë. Atëre, nëse ne do ta shikojmë, vaji ende edhe për disa ditë do të ruaj atë ngjyrën e tij karakteristike. Ekstrakti i alkoolit, pra alkooli, filloi që tashmë që ta çngjyrosi pak lulen dhe alkooli filloi të marri një ngjyrë pak a shumë të verdhë. Ndërsa çaji, nëse do të bëjmë një krahasim, ende pra nuk ka filluar që çaji ta marrë atë ngjyrën e florinjt të tij karakteristike. Pra, vëmë re që thjesht, nëse ne do të bëjmë krahasimet midis këtyre të 3 produkteve, pra një infuzion, çaj, që ende nuk e ka ndryshuar ngjyrën, që vaji lule së basanit përsëri është me ngjyrën e tij karakteristike të vajit të ullirit, e ndërkohë ekstrakti ka filluar, shikojmë, një ngjyrë të kuqurem. Pra, kjo ne na bind për faktin se zbërthimi i këtyre mikroelementeve që ndodhen në bimë, në ekstraktin alkolik, është shumë herë më i fuqishëm se ai tek vaji. Në të dyja rastet, pra, qoftë në macerimin me vajin e ullirit, qoftë edhe në alkool, në të dyja rastet është mirë që shishet të përzihen, të trazohen 2 deri në 3 herë në ditë, në mënyrë që të unifikohet përmbajtja e mikroelementeve në tretësirën. Ja, ekstrakti alkolik filloi që tashmë ta ndryshoj. Dhe ku mund të përdoren ose si mund të përdoren tjetër? Në të gjitha rastet kur ne kemi një gojë të thatë ose të hidhur, kur kemi vështirësi ose aciditet të shtuar në stomak, vështirësi në tretjen e ushqimit, sikur ushqimi na qëndron në rënd në stomak, vaji lule së basanit do të jetë një ndër ndihmëtarët më të mirë tuajt. Nëse kemi përsëri shfaqje të hemoroideve në pjesën fundore të zorës së trash, vajin e lule basanit duhet ta përdorni 2 lugë çaj. Është një ndihmëtarët më të mirë tuaj. Nëse kemi përsëri hemoroide ose puçra në duar, në fytyrë kështu me radhë, përbërësit e vajit të lulet së basanit ose ekstraktimet e tija dhe përdorimet për zirjet pastaj në kremra e të tjera do të jetë nga më të mrekullueshmit, nga më ndihmuesit në rigjenerimin dhe shërimin e plagëve. Për shembull, kur një krem ka në brendësi të tij lule basani, ato beta-karotenet, që unë përmenda, ajo vitamina E, ai zingu që unë e përmenda, janë si të thuash të mishëruara në brendësi të këtij kremi dhe ju do të bindeni që në mënyrë të përshkallëzuar do të ndjeni një rigjenerim me të vërtet të trupit, të lëkurës së irrituar ose dhe të hemoroideve. Me shumë efikasitet, ky krem mund të përdoret edhe për lyerjen e trupit të bebeve, sidomos pas larjes. Theksojmë edhe diçka. Hypericina në prani të rrezeve të diellit fillon që të ndryshojë pak ngjyrën e lëkurës. Pra, edhe duart e mia filluan pak të nxjihen, megjithëse unë pak i preka. Çfarë duhet të theksojmë në këtë mënyrë? Në të gjitha rastet, kur ne duhet të shkojmë në plazh, të qëndrojmë në diell e kështu me radhë, bëje mirë që të mos ta përdorim qoftë vajin e lules së basanit, qoftë edhe kremrat që përmbajnë lule basani. Pasi, në veprimin, në ndikimin e rrezeve të diellit, mund të na ndikojë në shfaqjen e njollave kafe në lëkurë. Vetëm ky do të ishte ndër efektet më negative të saj. Dhe duke qenë që është me të vërtet një qetësues i fuqishëm nervor dhe ndikon në luftimin, si thuash, të atij ankthi të depresionit e kështu me radhë, ky ka veti që të bllokojë, si thuash, nganjëherë edhe efektet e qetësuesve nervor. Prandaj, nëse duam që organizmin ta lëm në ndikimin e atyre medikamenteve farmaceutike që ka dhënë mjeku, është mirë që vajin e lules së basanit, kur merrni nga këto antidepresivët, ta ndërprisni ose ta mirni në mënyrë shumë pak të moderuar, aq sa ky të mos pengojë, si thuash, efektin e medikamenteve farmaceutike. Të nderuar dëgjues dhe ndjekës të emisionit ton, shpresojmë që në mënyrë të përmbledhur
Ne t'ju kemi ndihmuar me shumë informacione të vlefshme për shëndetin tuaj. Përfitimet që ju keni nga përdorimi i lules së basanit, po pse jo edhe të kombinuar me bimët e tjera. Ky ishte emisioni për sot, mirupafshim në emisionin e radhës.